shenja e horoskopit është dash, shenja e policit. I'm an open gay. Prej 9 shkurtit deri dje tepër ditë monotone, me pak zhvillime gati heq. No, I don't. I'm an open gay. Por dje, si për njëherë, ndodhen 2 zhvillime të bujshme dhe pothuajse në të njëjtën kohë. Njohja nga Kenia, që e ka siguruar Behgjet Pacolli, njohje që vjen pas një kohe tepër gjatë, me që qeveria Kurti nuk i ka pas prioritet njohjet, dhe lajmi tjetër i rënjes në kurth nga Kurti në videothirrjen e komedianëve rus. Ajo që vrej edhe që është e përmasave gati qesharake, është se për krasit e Kurtit, topin e hodhen të ajo se si Kurti është vetvetja kudo dhe me këdo që flet. Pra me një fjalë, Kurtin e shenit njëjt, politikanin që s'ka kur gjë me mshep, si para komedianëve rus, si para mashtruesve, si para presidentit të Letonisë, si para cilit do president, si para elektoratit. Pra, kjo ishte karta me cilën u nxorën për krasit e Kurtit, por madje edhe vetë kabineti skandaloz i tij, i cili në mëngjesin ose mesditën e 11 shkurtit e pas ka pas njoftu kryeministrin që në agjende ka një videothirrje të rëndësishme pa lull verifikimi dhe ky i fundit i veshur me kravat, i drejtohet kamerës, i pshtyn dur dhe ja kërset llafit me presidentin imagjinar të Letonisë, duke ju anku për opozitën, mediat, luftën hibride, oligarkët, bile për njonin veçanti që shedo zakoni. Ajo që një pjesë e opinionit publik mundoj me thonë se qysh në rrafshin diplomatik, nuk është edhe bash mirë që shtu me fol shumë e gjanë, sidomos kur e vren që bashkëbiseduesit as që po dohet i interesum fort me të ngu, sidomos kur jetë tu ju mashtru, nga përkrasit e Kurtit u vendos pra në dimensionin e Kurti është vetvetja kudo, duke shit si vlerë gjoja jo dyftërsinë e Kurtit. Për njohjen që e solli Pacolli, ish ministër, por tani pas një post, nuk po e zgjasim fort, përveç se ishte turpënuese për qeverinë që po shkon, por ajo ishte sikur kur bjen shi në Kallamoq, mas një kohë gjatë në një teren që ishte i paprekun. Këto 2 lajme ishin edhe temë pothuajse në të gjitha debatet më të rëndësishme televizive në vend. Ama unë do ta shkëpus një moment gati të pabesueshëm nga presingu e që lidhet me këtë prehjen që gjetën për krasit e Kurtit rreth kryeministrit jo hipokrit, që i thot se andet qashtu qysh i mendon. Krejt këto mendimet shpërfaquna në rrjetet sociale, amputohen në analizën e Nexhmedin Spahiut, ku gati pas 1 ore e pak diskutim mes opinionistëve, në një moment që duke i krejt normali, në një ambient dhe bised krejt normale, ndodh kjo. Edhe ai pikrisht në këtë fush i ka rritur edhe sukseset e tij. Një prej analistëve kallëzon që Kurti është dash në horoskop dhe që shumë veprime që ai i bën lidhen pikrisht me këtë shenjë astrologjike policore. Kurti nuk është shumë diplomat, thot ky analist, ama sillet pak si polic, si dashi i horoskopit. Por, po ju lëm me këto momente nga presingu dhe gjykojeni vetë këtë pjesë. Ky ka shkatësinë e luftarit, domethënë është shenja e horoskopit është dash, shenja e policit. Shenja policit? Po, është dashur shenja e policit, nëse do me. Qysh e policit?